Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka Shkoti kush i vjen spital thotë i poshtë 3 mjesë ne. Nuk e don as partia e vet. Në na çdin komoran ajo punë e madhe, kupton? Me kanë Abdullah Hoxhin në një parti të udhëhequr nga primera parti. Përshëndetje miq të gazetës Në Fokus dhe të televizionit Dugagjini. Po takohemi sërish në podcastin e radhës. Kësaj herë do të flasim për zhvillimet politike gjithsesi, por me fokus të veçantë do ta trajtojmë pjesën e sigurisë. Ato me të cilën nuk flasim më shumë, por që është, si themi, shtylla kryesore, edhe e zhvillimit ekonomik, edhe gjendjes përgjithshme në Kosovë. Besoj që e kam njërin më kompetent të kësaj fushë, kam kënaqësinë me pas Besa Kabashi Ramaj në këtë podcast të radhës. Bes, faleminderit shumë. Faleminderit juve për ftesën. Por i takohemi edhe një herë mas një periudhe të fushatës, ku besoj që e ke bën një fushat jashtëzakonisht të mirë, edhe ndoshta ke qenë prej profileve të rralla, që ke hyrë garës duke qenë, si themi, një prej potenciale më të mira që mundet me pas Kosova në aspektin e sigurisë. Faleminderit shumë, po ka qenë nder me shërby këto 15 vite në fushën e sigurisë e mbrojtjes në pozita të ndryshme në Kosovë, edhe me qenë pjesë e ekipeve që uroj kemi lënë gjurmë sadopak në krijimin e institucioneve të sigurisë e mbrojtjes, po në këtë vazhd ka qenë edhe fushata, edhe kam qenë shumë e nderuar që më shton mundësia me garu. Shumë e nderuar për gjithë ata që më kanë përkrahur, të gjithë 10.808 votues të cilët i çmoj shumë për përkrahin dhe besimin që ma kanë dhënë, po natyrisht me udhëheq në fushën e sigurisë e mbrojtjes, përfshin shërbimin jo vetëm ndaj atyre që të kanë votuar natyrisht, po të gjithë qytetarëve të Republikës Besë, fatkeqësisht nuk kemi deputete të kuvendit të Kosovës, fatkeqësisht për vendin, ndoshta se ishtë dasht me pas një përfaqësim tillë, po të admiroj edhe për këtë entuziazmin edhe energji, duket që nuk je e zhgënjyne, madje je alama e motivuar për me vazhdu në karrierën politike, ndoshta e në fokus të veçantë këto temat e sigurisë, të cilat i ke kështu. Shumë për zemër, natyrisht nuk jem e zhgënjyme, unë jom lindë, jom rrit në Kosovë, e kom përjetu luftën, e kom bjetu luftën, kemi humbur njerëz të dashur, kemi përjetu pas luftën, e kemi përjetu nivelin e sakrificës që qytetarët e Republikës Kosovës e kanë dhënë për këtë vend, për lirinë, sakrificën që e kanë bërë me ndërtu vendin. Natyrisht udhëtimi jam shumë më i lehtë në krahasim me udhëtimin e tyre, kështu që unë nuk guxoj më dorëzu kaq lehtë. Prandaj edhe kom vendosur që prej se jam kthy prej Shtetit Bashkuar të Amerikës, me vazhdu udhëtimin, rrugtimin e shumë paraardhësve tonë, cilët kanë sakrifikuar shumë, disa kanë arrit me pa lirinë, disa jo. Kështu që ky nuk është moment për dëshpërim, është moment për entuziazëm, për ambicie të shëndosha, për optimizëm, edhe për me ju dhënë shpresë gjeneratave të tjera, që përderisa na nuk kemi hek dorë prej Kosovës para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës. Aq më pak tash është koha për të hek dorë, tash është koha për të luftuar për ta krijuar një Kosovë ku tritë të rejat e shohin të ardhmen e tyre, po natyrisht kjo ardhmë krijohet bashkë. Bes, zhvillimet e fundit konventa e PDK-s. Po nalëm pak të këto zhvillimi që ndodhen në PDK, ndryshimi, Bedri Hamza, kryetari PDK-s, ndërheqja e Memli Krasniqit, qyshi vlerëson, qyshi pa, duke qenë mbranda partisë, e përmendet më herët, ndoshta një shpresë më shumë për me vazhdu edhe rrugtimin e juaj, po edhe si subjekt politik. Në pika shkurta, ndërheqjen e Memlit dhe zgjedhjen e Bedri Hamzës kryetar të PDK-s. Po pikë spari këto 5 vitet e fundit, gati 5 vite që kam qenë pjesë e kryesisë mandej edhe ku më është besu udhëheqja e Departamentit për Siguri Kombëtare e Mbrojtje pranë Kabinetit të Qeverisë së Mirë, ka qenë privilegj me punu
krahas ish kryetarit tani Krasniqi dhe gjithë kolegëve që kemi pas në kryesi, në kabinet, në ndeg, sepse kemi qenë pjesë e një procesi, mandej edhe natyrisht kandidati tonë për kryeministër zotri Hamzës, ka qenë nder me punu krahas tyre, sepse kemi qenë në një proces të rëndësishëm për PDK-n, ai ka qenë rritja dhe krijimi një momentumi të ri për PDK-n dhe mendoj që edhe zgjedhjet e fundit lokale, edhe gora a fundit në nivel nacional, po edhe këto zgjedhje kanë dëshmuar që PDK-ja në mënyrë shumë të sigurt e ka një trajektorë të rritjes, të reformimit të brendshëm, të krijimit të hapësirës për dje me vojza të reja kompetent, të cilët dojnë me shërby vendit të tyre. Kështu që ka qenë një rrymë shumë pozitive, ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme dhe në vazhdën e kësaj ka ndodhur kjo që ka ndodhur, domethënë është duke u rikriju një momentum i ri që PDK-ja të ketë potencial për rritje edhe më tutje dhe ka qenë një shembull jashtëzakonshëm i ish kryetarit Krasniqi se si duhet të mirët një detyrë me përgjegjësi, jo vetëm privilegj, po me përgjegjësi, si duhet të performohet, si duhet të ketë transparencë për atë performancë dhe si duhet të krijohet një hapësirë e re për dikon me vazhdu mandej atë rrugtim, duke mos e trajtu kur pozicionin brenda një institucioni të tillë apo edhe institucioneve publike më tutje, si diçka personale apo private, po si një detyrë që të është besu. Kështu që dje ka qenë një moment shumë i mirë për PDK-n, sepse kemi pas domethënë bartjen e një PDK-je në një pozicion shumë më të favorshëm se sa që ka qenë para disa viteve, tek një kryetar i ri, të cilët besoj gjithë i besojmë dhe ka përkrahjen e të gjithëve, duke u nisë edhe nga performanca ati e kaluar, edhe në pozicionet publike, edhe si kryetar në nivel lokal, po edhe si kandidat për kryeministër, dhe tani e ka përkrahjen e gjitha strukturat PDK-s që me vazhdu këtë trajektorë të rritjes së PDK-s, po natyrisht edhe me kriju detyrimisht një fitore në zgjedhjet e ardhshme nacionale bashkë me gjithë ekipin e PDK-s në nivel qendror dhe lokal. Sakt. Besa pajton plotësisht, Memri Krasniqi ka kallëzu leadership, në paktën në disa vendime, po edhe atëherë kur ka dalë përtej vetes edhe ka kandidu Zotrin Bedri Hamza për kryeministër, po në këtë rallë që reflektojnë ndoshta në momentin e duhur kur partia edhe pat frymë ose pat zona që mundet me shku drejt përqamjes. Po çfarë ndryshime mundet me pas tjera, mas konventës të PDK-s dhe ndryshimit të kryetarit? A mundet me pas ndryshime të tjera mbrana partisë ose a besoni që duhet me pas? Besoj që këto e ka botë qartë edhe ish kryetari edhe kryetari aktual, që ne do të vazhdojmë me parapërgatitjet për zgjedhjet nacionale dhe gjithë energjinë, resurset, hapësira do të krijohen që të dalim fitimtar, sepse jemi në një moment kur nuk kemi më të bëjmë me një garë normale politike në mes partive, po kemi të bëjmë me në një moment shumë kritik për shtetin tonë, gjë që se kemi dëshiru askush prej neve besoj, s'po një që jemi në opozit, kemi të bëjmë me një pozicion të Kosovës shumë disfavorshëm, edhe në nivelin lokal, qeverisjes brendshme, po edhe në nivelin rajonal, në marrëdhëniet me shtetet fëqinje, po edhe në nivelin global. Sot bota ka ndryshuar shumë, politika ka ndryshuar shumë, kemi kërcënime të ndryshme, prej të ndryshmeve, e sidomos ndaj vendeve të vogla si Kosova, dhe sot do të kishte me qenë dëshirueshme që Kosova të ishte në një pozitë shumë më të favorshme, e fuqishme krahas aleatëve, duke përformu mirë në aspektin qeverisjes brendshme që natyrisht ti përmbush nevojat e qytetarëve, por e të tregohet që është partner i besueshëm për aleat dhe asnjë prej këtyre gjonave nuk ka ndodhur. Kosova ka dështu fatkeqësisht nën qeverisjen aktuale me i përmbush nevojat më bazike të qytetarëve dhe besoj që qytetarët tonë janë ata që më së drejti mund ta gjykojnë se çfarë kvaliteti të jetës kanë sot në krahasim me qytetarët e vendeve të rajonit, mos flasim në perëndim, po Kosova nën këtë qeverisi ka dështu natyrisht jo vetëm me pas progres në marrëdhëniet me vendet e tjera në rajon,
dhe me aleatët, po ka pas regres. Të gjitha marrëdhëniet e Kosovës me Perëndimin, me aleatët, me ata që e kanë shpëtu vendin tonë, janë të cenuara. Dhe është shumë fatkeqësi me pa që për shembull në procesin e Hagës, ku gjenden njerëzit që me shumë guxim në një moment kritik të historisë së kombit tonë kanë guxu me ndërmarrë veprime të cilat ja kanë mundësu Kosovës me qenë e lirë. Ne e dim shumë mirë çfarë fati kanë pas shqiptarët për gjatë shekujve, kush s'kanë pas meq dhe aleat, dhe e dim shumë mirë çka ka kriju mundësinë për lirinë në vend. Dhe ka qenë një kombinim i burrave dhe grove të guximshme të këtij vendi që kanë refuzuar me jetu të shkelur nga regjimi serb, bashk me një marrëdhënie të mirëbesimit që e kanë kriju me aleatët tonë, e kanë kriju një momentum që e ka sjellë dhe lirinë edhe pavarësinë e vendit. Dhe sot na shohim fatkeqësisht që në Hagë ngritjen e vetdijes ndërkombëtare për kauzën shqiptare, kombëtare, kosovare e bën kryeministri i Shqipërisë, zotëri Edi Rama, të cilit kemi bërë shumë për këtë, ndërsa mbrojtjen e historisë, sakrificës dhe vuajtjes së kombit ton dhe krijimit të shtetësisë ton i bën mbrojtje prap Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Figurat më me renome në procesin e shlirimit të kombit ton dhe krijimit të shtetit ton dhe natyrisht edhe operacionit të NATO-s për të shlirim. Sot ato figura e ki në Hagë në mënyrë të sinkronizuar, duke e mbrojt historinë tonë dhe duke fol për fakte të cilat fatkeqësisht në vendin tonë janë harru nën kampanja dezinformuese të vetëvendosjes dhe qeverisë aktuale të këtij vendi. Bes, pikërisht për këta, po du me qëndru edhe pak minuta të zhvillimit në PDK. Mendoj që këtë edhe kjo propaganda dhe këtë qeverisje edhe këto nuk janë nuk janë të mjaftueshme nëse na vetëm i konstatojmë për studio televizive dhe në këto deklarimet tona publike, por duhet me pas një platformë politike, duhet me pas një vizion të partive opozitare për me ndalë çdo të keq ose për me ofru një alternativë pak më të mirë. Për mirëu çdo marrëdhënie, për këtë çdo shqetësime që na i diskutojmë ose i konstatojmë në 5 vitet qeverisje të kalune, që tashmë janë fakte edhe i dinë secili qytetar, po kanëherë kjo nuk mjafton që qytetari me qenë aq i vetëdijshëm për pasojat. E kjo konsideroj që është e pamundshme me u arrit ose me u transmetu dete qytetari, që ai ka në dorën e tij verdiktin se kujna e beson shtetin me qeverisë, pa ndryshime ose pa një vizion të partive opozitare që din me i bindë. Edhe pak minuta te pjesa e zgjedhjes së Bedri Hamzës kryetar. A menoni përfundimisht që figura e Bedri Hamzës e mon partinë kompakte pa përqarje të brendshme, duke i ditë këtë zërat kritik ose këto që tashmë edhe janë publike. Se themi, ai bashkon edhe Sami Lushtakun edhe Ramiz Ladrovsin në një kulm. Ai shumë këtë ambicjet e njerëzve të tjerë brenda partisë, edhe kena me pa një PDK e cila, se themi, është unifikume mbrapa figurës së Bedri Hamzës. Po mendoj që konventa e djeshme veç ka dëshmu që të gjithë jemi prapa zotri Hamzës dhe ai ka besimin absolut të strukturave të Partisë Demokratike të Kosovës, po mendoj që zotri Hamza si figurë, si profesionist, si lider, karriera e tij, sensi stabilitetit që ofron si imazh, si njeri që ka performuar, ka shërby vendit me lojalitet, me besnikëri, me performancë të pashoq, krijon një rrymë të përkrojës edhe për te.
atyre që tradicionalisht e votuajnë Partinë Demokratike të Kosovës, kështu që natyrisht mendoj që është padyshim figurë unifikuese, figurë e besueshme dhe lideri që në fakt në këtë moment kritik i nevojitet Republikës së Kosovës. Shiko, në momente të tilla, pas viteve të krijimit të përqarjeve shoqërore, kampanjave dezinformuese, dhe krijimit të një mjegullie nga qeveria aktuale, nga vetëvendosja për qytetarë, duke ja u bë të pamundur në mënyrë vetanake me diferencu faktin prej opinionit, çka është lajmi i vërtet, çka është lajmi i rrem, ne si vend për të qenë sigurt, të mbrojtur dhe për të hap dyert për zhvillim të vendit, për të kriju hapësirë që trit e trejat ta shohin të ardhmen këtu, kemi nevojë për një kryeministër që i besojnë, për një figurë unifikuese jo vetëm për PDK-n, po për mbar shoqërinë e Republikës Kosovës. Një figurë që nuk shon, që nuk fyn, që është kompetent, që ka një të kaluar të pastër dhe që është në gjendje me zhvendos Kosovën prej greminës në cilën e ka vendos kryeministri Kurti, drejt një të ardhme të ndritur, të zhvilluar, ku kemi ekonomi, ku e rikthejmë potencialin, ku i hapim dyert për mundësi të reja, ku Kosova rikthehet në tavolinë me partnerin strategjik që ka ndihmuar në krijimin e Republikës Kosovës, jo vetëm aty ku ka qenë përpara se të mirët mandati prej ish kryeministrit Kurti, por aty ku duhet të jetë sot në vitin 2025. Sepse ne kemi humbur, jo vetëm që kemi humbur vite, po kemi regres të papam si shtet. Keni parasysh Republika Kosovës, përkundër faktit që ka qenë vend gjithmonë shumë i vogël, në tavolinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka marrë kohë, ka pas pesh baraz me shtetet e mëdha. Pse? Sepse ka pas favorizim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një prej projekteve më të suksesshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të faktorit ndërkombëtar. Prandaj, kjo mundësi e humbur që sa vite për Kosovën, duhet të sanohet sa më shpejt dhe një lider si Zotri Hamza është personi i duhur për t'ia dhënë këtë mundësi vendit tonë. Bes, po du me o përmbajt, mos më të kundërshtua, mos me bo politik, mos me bo debat këtu, po qërëm, prej asaj na që e kena dëshirë, prej asaj që na dua, prej asaj që e kena mundësi me bo, edhe prej realitetit çfarë e shohëm, që në fakt qysh jemi, edhe qysh pe shohëm edhe vendimin e qytetarit, qysh pe subjekte politike nuk janë të mjaftueshme çdo dëshira. Ajo që kesh ty insistuar që për pa pas parti opozitare, të cilat mas pari i shërojnë problemet e brendshme, e tani dalin para qytetarëve me lyp votën edhe me lyp besimin, edhe me kriju kredibilitetin e, si themi, e denoncimit keq që tyne të këqijave që mujnë me ndodhë Kosovës si rezultati keq qeverisjes ndaj një partije në pushtet, duhet me u kriju një unitet i brendshëm, duhet më kriju një frym, duhet më kriju një zonë, duhet më kriju një platformë politike e cila ka vullnet, energji, përkushtim dhe pasion për me dalë për gjithë ditë dhe me ju kallëzu qytetarëve qytetarëve se atin qia. Katërt e dëshira. Unë e menaj që dëshira edhe misioni edhe qëllimi u ka i mirë edhe Memli Krasniqit, edhe i Lumir Abdegjikut. Por nuk janë kot mjaftueshme asnjëherë me kallëzu rolin e tyre opozitar. Kjo është kritika që na vazhdojmë me dhënë për shkak se është realitet. Realitet që të kallëzoj në vendimin në zgjedhjet e fundit. Kjo është realitet që një parti politike në Kosovë është gjendje më ta marrit për një vjet, gati një vit prej shkurtit Kosovën në krizë institucionale, edhe nuk mundesh me bë asnjë hap tutje, ose i ki komplet blokun e opozitës. Gëse që nuk din ju në kurthu, mrana ketë kur thau që ja ka qitë televizja vetëvendosje.
krejt pajtona. Mirë, po që kjo nuk është e mjaftueshme për shkak se aja që ka është breng, e që nështë ma shumë po e përdor edhe partia në pushtet. Është o vëlla që është dëni mirë zgjidh problemet e brendshme, Sami Lushtakun e Ramiz Ladrovcin, që është dëni mirë zgjidh problemet e brendshme t'jujat, ku një parti politike e cila ka kuadër të jashtëzakonshëm, mas mbrëmje dalin e përfaqësojnë do njerëz që as nuk po mujnë me ndërtu besueshmëri e kredibilitet të opinionit publik e të qytetarit. A vetëm që kjo që është, a ka strategji, a ka tërmu, a ka fuqi mrena. Tash po flasim për PDK-n, po unë mendoj që tana partitë ishin ka. Se në fund po duhet ta e kum përsërit me 10 herë. Unë mendoj që këtë qeverisja e një partie politike mrena një veni është edhe pasojë e një opozite të lodhur. Për shkak se mos ishte që kjo opozitë çfarë në situatën e PDK-s dallon për shkak se u përjetoi, si themi, edhe transformimin edhe reformat në mënyrë të imponueshme ku dy liderët po akuzohen padrejtisht. Në Hag nuk e ka pas të lehtë, po pjesa tjetër e brendshme nuk mundet si themi, nuk po mundet me dalë prej kësaj. Ki LDK në njëjtën situatë, ku më shumë kanë problemet brendshme, se sa ndoshta që e shohin problem të Kosovës, qeverisin e Albin Kurtit. Dhe më që kjo beson, a beson për një me, jo politikisht, kështu, jem të mënume në shumë në rrafshin e sinceritetit plot, se ka njëherë është mirë edhe kritika, demokraci, edhe mrena subjekte politike, edhe mrena çdo organizimi, kritika ka herë është shumë e mirë, se sa me a bo rrafsh, me thonë që, pala na jena kejt mira, nena, po që atje Albini, po qeveri skeq me Kosovën, jo s'është e vërtet kjo. Se me ka kejt mira, me ka opozita që është dash me ka, nuk ishtë leju, me i prish raportet dy subjekte politike, ose 3 subjekte politike, të cilat përbojnë 3 dekada që kanë luftu dhe kanë punu me rujt qëto alianca. Faleminderit, po... Se e qova më gatë. Pa tjetër, a ka hapësirë për përmirësim? Gjithmonë. Mirë po na, si shoqëni, nuk funksionojmë në një ambient të izoluar hermetikisht prej problemeve shoqërore. Duhem me pas parasysh që partitë në Kosovë janë të përbëra prej qytetarëve të Republikës Kosovës dhe me këto do më thonë që vjen edhe kultura përgjithshme dhe sfidat e përgjithshme që i kemi si shoqëri. Optimist duhet jemi, po shpresa duhet të jetë e kontrollume në suaza të reales, edhe që jemi në politikë. Kjo është vetëm mënyrë që me përformu dhe është vetëm mënyrë që muj me prodhu rezultate. Pikë pari, a muj me pasim unitet si PDK? Po. E dyta, nuk kisha krahasu PDK-n me partitë e tjera opozitore, sepse sinqerisht mendoj që Partia Demokratike e Kosovës ka përdorur të gjitha mekanizmat demokratik, institucional, ligjor për me shty përpara kauza të cilat kanë qenë në të mirën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Qoftë karshim mirëqenies, çështjeve të sigurisë, çështjeve ekonomike, çmimeve, të rrymës e të nevojave bazike, kualitetit jetës e kështu me radhë. Tani, një sfidë që e kemi si rezultat i propagandës që është bërë, dezinformimit dhe populizmit, që nuk i ka ndodhur veç Kosovës, duhet me pranu. Po domi që bëhet për domi që i ka ndodhur Kosovës për shkak se është shtetëri. Ju s'po mundoni me balancu për vende të tjera. Jo, kjo është fakt. Unë është 1.5 miliard banor, si me thot 3 muaj ditë me dalë për çdo ditë më po du me dalë të një pikë rëndësishme. Faktet janë fakte, e ne nuk jemi populista. PDK-ja nuk është populiste. PDK-ja punon gjithmonë, vizionin e ka pas qartë. Zhvillimin e shtetit për të gjithë. Marrëdhënie të pacenueshme me aleatët që kanë kriju vendit tonë. Është vetëm një mënyrë për me mbajt Kosovën sigur. Për me zhvillu, për me fut në NATO, në BE e kështu me radhë. Kështu që ne duhet të ndajmë faktet për opinionit. Populizmi përderisa ka ndodhur gjithkur në botë, në Kosovë bën dome shumë më të mëdha. Për shkak se jemi shtetëri, edhe ende jemi në procesin e forcimit të institucioneve tona si shtetëri. Dome që është bë prej vetëvendosjes, propagandës së vetëvendosjes dhe respektivisht qeverisjes së tyre,
nuk jam e sigurt sa shpejt ka me arrit me usanu. Është shumë problem si opozit, nëse ki në qeveri, në pushtet, një parti e cila nuk kursen mjete ligjore dhe jo ligjore për ta mbajt pushtetin, o shumë sfid për opozitën me çfarë mekanizma me luftu, sepse ti vendosi opozit, dhe në këtë rast si PDK, ne vendosim se a ja vlen veç me arrit qëllimin, apo duhet me mri qëllimin në mënyrën e duhur. Dhe për PDK-n, o shumë në rëndësi me arrit qëllimin në mënyrën e duhur. Çka do të thotë kjo? Me arrit qëllimin, me fitu besimin e qytetarëve, me marrë me qeverisë vendin, duke mos i thy ligjet e Kosovës, duke mos e kriju situata ku nuk respektohet kushtetuta e Republikës Kosovës, duke mos kriju situata ku krijojmë probleme dhe përqarje edhe më të mëdha e potencialisht konflikte në mes të qytetarëve tonë, ku ne nuk jemi kontribues të përqarjeve, po të bashkimit të qytetarëve tonë. Dhe mos të krijojmë situata ku populizmi vazhdoj të helmoj qytetarët e Republikës Kosovës. Kështu që në këtë aspekt po ka limite çka PDK-ja bën dhe çka nuk bën. Është pak më lehtë nëse nuk je pjesë e një subjekti me gjyku nga jashtë, sepse ka shumë ide çka kishe mujtë dhe çka s'kishe mujtë me bo. Qytetarët gati s'kan limite çka mujnë me bo në suaza të demokracisë. Nëse ata refuzojnë mu manipulu lehtë. Po shumë problem, sepse jo çdo qytetar është ekspert i gjitha fushave. Ata i marrin informatat nëpër mediume të ndryshme, disa prej cilave janë shumë kredibile, po për shembull qytetarët e kanë shumë vështirë me diferencu midis lajmit rrem dhe faktit, sepse jemi tu jetu në një kohë ku zhvillimi i internetit, rrjeteve sociale e ka mundësu një hapësirë e cila shumë vështirë me e kontrollu. Në anën tjetër, mediat kanë mekanizma shumë më shumë, të cilat mrinë të gjithë sepse nuk e kanë edhe këtë paragjykimin se kanë bias apo kanë paragjykim apo përkrahje për një subjekt të caktuar. Kur je subjekt politik, për shembull unë kam përjetuar dhe personalisht si profesionist e fushës së sigurisë dhe mbrojtjes, gjithmonë kom pas integritet dhe besueshmëri pa dallim në çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes. Momentin që unë jam bë pjesë e strukturave udhëheqëse të Partisë Demokratike të Kosovës, natyrisht o dashur me trajtu temat me shumë ma kujdes, sepse qytetarët kanë aludu që me qenë se je pjesë e një subjekti politik, ti detyrimisht ndoshta edhe e ul nivelin e integritetit profesional veç për me mbrojtë subjektin tënd. Gjë që nuk është e vërtetë, sepse integritetin që kam në fushën sigurisë e mbrojtjes, ja dedikoj vendet dhe një fushë e cila duhet me shërby gjithë vendet, jo vetëm subjektit tim. Nuk ka kompromisa aty. Po, ky është për shembull një prej limiteve. Dashta mi përmend edhe disa gjona, sa i përket. Se kena një live kohë të jashtëzakonshëm. Start deri sa po bëjmë këtë për realizojmë këtë podcast. Albin Kurti pas ka uru Bedri Hamzës për zgjedhjen e tij në detyrë. I shpreh urimet e mia Bedri Hamzës për zgjedhjen e tij në detyrën e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Proceset zgjedhore brenda partisë, por edhe bashkëpunimi i ndërsjellët i aspektit të gjerë politik, çdo herë në të mirë të interesit publik janë parimet themelore për funksionimin dhe avancimin e shtetit tonë. Nga ana ime do të vazhdoj angazhimin për bashkëpunimin korrekt, në përputhje me vullnetin e qytetarëve dhe me përgjegjësi që na i kërkon shërbimin ndaj Republikës. Që kjo, po më duket që është si themi ndikimi më i madh i Bedri Hamzës si kryetar. Që ky mesazh, që ky urim, çka flet për juve? Qysh pe sheh? A është një indikator që ndoshta ajo që është spekuluar? Çdo mjet i civilizuar i komunikimit është i mirë pritur, mirë po Zotri Kurti, në fakt, me gjithë karrierën e tij, me mënyrën që ka marrë pushtetin, me mënyrën që ka mbajt pushtetin, me mënyrën që ka qeverisë Kosovën, dhe me mënyrën që refuzon duke thyr të gjitha mjetet, domethënë etike, ligjore, duke kundërvua dhe kushtetuesës me çdo kusht për të mos heqë dorë prej pushtetit, ka dëshmuar që nuk ka respekt as për përgjegjësinë e as për shërbimin ndaj Republikës së Kosovës. S'kisha thonë me u gut me fol shumë se tash e nis i zbut PDK-ja. Politikant tash e nisin i zbutin komunikimet në raport me Albin Kurtin, se për mua që kjo është
shej ose një dritë reflektimi që ato vijat e kuqe që i ka pas Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje ndaj PDK-s, po m'duket që këto janë shaja që po dënë me hjekë, nuk e përjashtoj mundësinë që ndoshta me umrri farë kompromisi për bashkëqeverisi. Partia Demokratike e Kosovës dhe liderët e saj në të kalumen, edhe duke përfshirë dhe kryetarin aktual, gjithmonë e kanë potencu që nuk kanë vijat kuqe për partitë të tjera shqiptare. Nuk kanë vijat kuqe. Dhe kjo nuk është sekret. Mirë po, sfidën gjithmonë që kemi pas me vetëvendosjen, është që ne nuk shohim sy me sy për asnjë çështje kritike vitale në shërbim të qytetarëve tonë dhe të Republikës Kosovës. Dhe problemi me pamundësinë për të bashkëpunuar me vetëvendosjen ka të bëjë që ne nuk pajtohemi në asnjë pikë se si duhet të shërbejmë Republikës Kosovës, sigurisë kombëtare, mbrojtjes qytetarëve, mos flasim që edhe ideologjikisht nuk pajtohemi. Kështu që kjo nuk ka të bëjë me ndonjë vit të kuqe të cilën nuk dojmë ta lëvizim, ka të bëjë me mos pajtueshmëri në formën se si ki parasysh që nëse krijon koalicion me dikën, duhesh me konë gjendje me pajtu bile për diçka, edhe me konë gjendje me bashkëqeverisë, edhe me konë gjendje me përformu për qytetar. Kjo është tregu për gjatë viteve e pamundur me një lëvizje e cila deri tani çdo hap që e ka ndërmarr ka shku në dëm të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe në dëm të sigurisë kombëtare, në dëm të zhvillimit ekonomik, në dëm të pozicionimit të Kosovës karshi arenës ndërkombëtare dhe për hir të parë në historinë tonë, vendit tonë të ri, Kosova është në pozitë të disfavorshme karshi Serbisë, duke e di çka ka ndodhur në vitin 1999 për shkak të performancës së dobët brenda, në rajon dhe jashtë vendit. Në një situatë kur u po që nuk ka, se themi, nuk met asnjë mënyrë ose shpresë që mundet me pas qeverisje, pa shku në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Zgjedhja e Betri Homzës, ky mesazh i Albin Kurtit a mundet me ndryshu lojën? Muj me po një koalicion vetëvendosje PDK. Mendoj që unë veç e dash përgjigjen. Partia Demokratike e Kosovës është një parti e cila i ka qëndruar shumë besnike principeve të saj, vizionit të saj për një Kosovë të zhvilluar, për një Kosovë të besueshme, për një partner me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe me vazhdu zhvillimin e saj dhe me lëvizjen vetëvendosjen në Partia Demokratike e Kosovës nuk ka arsye me kriju koalicion me askënd duke marrë parasysh nivelin e zhvillimit, rritjes së brendshme që ka pas dhe të qëndruar besnike ndaj principeve që i ka dhe elektoratit të saj. Kështu që ne do të shkojmë në zgjedhjet e ardhshme për të fituar e mandej pas zgjedhjeve kur ne jemi të parët, atëherë vendos natyrisht kryetari, respektivisht kryeministri i jashtëm i Kosovës dhe kryesia e PDK-s se në çfarë konstelacioni politik do të qeveriset vendi, mirë po nuk është prapë sekret që ne kemi thonë që vetmja mënyrë që Kosova të shkëputet nga domet e bëra deri tani, nga propaganda, nga përqarjet shoqërore, nga gjitha domet në të gjitha aspektet që janë shkaktu vendet, është që të krijohet natyrisht një qeveri e opozitës. Aktuale. Vendosja në opozitë. Dalëm te këto temat që i ki për zemër, që unë mendoj që janë ndoshta shumë më të rëndësishme sa këto temat që po na marrin diskursin publik kështu. Çush është realitetin e gjendjes sigurisë në Kosovë sot? Thëmë drejtën, e kom gjithmonë pak vështirë. Pak për kësaj, nuk jena të folë për komunikacion, për polici, për natyrisht. Po në aspektin pak më e kom të vështirë të flas gjithnjë publikisht për çështjen e sigurisë kombëtare të mbrojtjes se jam e kujdesshme që mos ndjelli frikë të qytetarët. Ne jemi ende një popull që e mban mend luftën, edhe që kemi kemi pas përjetime shumë të rënda, dhe ideja është që me mbajt një dozë të stabilitetit edhe emocional, edhe të besueshmërisë ndaj vendit tonë, mirë po fatkeqësisht niveli i sigurisë kombëtare
në vendin ton kur nuk ka qenë më i ulët dhe kur siguria kombëtare e vendit ton nuk ka qenë më e cënueshme. Janë disa arsye për këtë. Kisha dashur me fillu nga ato të brendshmet, natyrisht, se ideja është që ne duhemi si shtet me vetë reflektu përpara se me drejtu gishtat në drejtime të tjera. Institucionet e sigurisë kombëtare, institucionet e sigurisë dhe mbrojtjes në vend kanë qenë në një trajektore stabile zhvillimore. Okay. Ndonjëherë progresi ka qenë më i ngadalshëm, ndonjëherë ka qenë progresi më i shpejt, mirë po kemi qenë në një trajektore të zhvillimit dhe të ngritjes stabile. Prej se kemi përfunduar në qeverisjen e vetëvendosjes, diçka që ka ndodhur është që trajektoria strategjike e Kosovës në aspektin e sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes ka stagnuar dhe ka pasur edhe regres. Ta sharoj pse. Fakt pika më shumë ti që po mburrën pushteti i Kurtit është shike. Investimet më jas. Po pra po them duhet të diferencojmë propagandën prej fakteve. Kosova krejt sektorin e sigurisë, institucionet e sektorit e sigurisë i ka kriju në bashkë me partnerët ndërkombëtar, sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe edhe transformimin e FSK-s në ushtri, e kemi bërë në partneritet më shpejt në një prej projekteve më të mëdha ndonjëherë. Me thonë, në baza ditore kemi bashkëpunuar me ekipet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si të ishim në një zyrë, që brenda 2 viteve të bëjmë rishikimin e mbarë sektorit sigurisë, edhe të dalim me rekomandime konkrete për mbarë sektorin sigurisë, të gjitha institucionet e sigurisë. Jo vetëm ato tradicionalisht lidhura me sigurinë, siç është ushtria, policia, OKI-ja, OME-ja, kështu me radhë, po edhe institucionet tjera të cilat në mënyrë indirekte kanë ndikim në siguri, edhe Ministria e Shëndetësisë, Arsimit, Infrastruktura, e kështu me radhë. Dhe ka pas për shkak të ndryshimeve të qeverisjeve të ndryshme, jo stabiliteti politik, ka pas raste ku domethënë nuk kanë ecë proceset aq shpejt sa kanë qenë të dëshirueshme, por pa dallim ato procese kanë ecë. Tash, vim të qeverisja e vetëvendosjes. Kurtit. Të qeverisja Kurtit, çka kemi pa, është që pikë së pari, kjo trajektore nuk ka vazhdu. Qysh nuk ka vazhdu? Rekomandimet që kanë dalë prej rishikimit, nuk ka pas proces të vazhdimit të këtyre rekomandimeve. Nuk ka pas procese, po i përmend vish disa prej tyre, nuk ka pas procese institucionalisht korrekte për vazhdimsi. Qoftë mënyra që është trajtu, që është draftu strategjia sigurisë kombëtare, qoftë mënyra që është draftu projekt ligji për AME-n, qoftë që është trajtu inteligjenca ushtarake, të gjitha kanë pas problematika serioze, sepse nuk janë respektu proceset institucionale gjithëpërfshirëse që e marrin parasysh çka ka ndodhur në Kosovë deri sot dhe që vazhdojnë. Se kjo është proces normal. Si me thonë, okay, tash po ndryshoj edhe çto se po. Natyrisht, ose mënyra që është trajtu Këshilli i Sigurisë, Sekretariati i Këshillit të Sigurisë që është ridraftu ligji krejt prej fillimit, domethënë na muj me pas një podcast të veçantë me trajtu krejt iniciativat strategjike, ligjore, procedurale të cilat kanë qenë ndesh me krejt formën qysh draftohen këto procese. Dhe çka ka dërgu mesazh qeveria Kurti, që mu nuk më intereson absolutisht çka ka ndodhur në Kosovë përpara. Unë krejt prej zero, si kthej në zero dhe i bëj qysh du vet. Qeveria nuk është qysh dush vet. Institucionet shtetërore nuk janë qysh dush vet, sidomos ato të sigurisë dhe mbrojtjes. Mo nuk shihet veç aspekti brendshëm i një shteti. Absolutisht jo. Tash është shumë më koncept më i. Dhe përveç që domethënë ka dëmtu, ka lëndu procese të rëndësishme në mënyrë brenda, ka dështu me menaxhu si duhet, ne kemi bë rishikim të projektimeve buxhetore, çdo vit kemi bisedu me kolegë prej mediave, kemi provuar me kriju transparencë çka ka ndodhur, domethënë buxheti në Ministrinë e Mbrojtjes është bërë prej vitit në vit, po për shembull projektime të reja nuk ka pas. Blerjet e mëdha që janë bën në ministri fillimisht kanë qenë reflektim i planit tranzicionit 10 vjeçar, por nuk kanë qenë projektime të reja. Kjo qeveri nuk ka bërë rishikim të sigurisë. Rishikimi i sektorit sigurisë duhet minimum të bëhet çdo 4 vjet.
Në fakt, na sot jemi në kohën e internetit, Internet of Things, kohën e inteligjencës artificiale, dhe sot nuk mjafton, proceduralisht natyrisht që duhet kemi rishikim çdo 4 vjet në mënyrë periodike, minimum, për shkak të domethënë koordinimit që duhet bë me proceset e buxhetimit e kështu me radhë. Mirë po, Kosova, nëse nuk është në gjendje në kohë reale, përmes mekanizmave, përmes sistemeve të digitalizuara dhe shfrytëzimit edhe të inteligjencës artificiale që në kohë reale me gjeneru se cilat janë kërcënimet dhe rreziqet ndaj vendit dhe çfarë kapacitete duhet t'i kemi, atëherë na nuk jemi askund në parandalimin e hershëm. Vendet e vogla si na nuk kanë kapacitet financiar me ndërtu ushtri të mëdha, kapacitete marramense. Po na mundemi me qenë shumë të zot dhe madje mund t'japim shembull në vende të tjera të botës se si i shfrytëzojmë kapacitetet, domethënë që t'i ofron digitalizimi, edhe inteligjenca artificiale, për parandalim të hershëm të kërcënimeve dhe rreziqeve, qoftë ato nga faktori njeri, kërcënimeve hibride, cyber attacks, sulmeve kibernetike, shteteve të tjera e kështu me radhë. Kështu që edhe në këtë aspekt e ka lëndu në aspektin e brendshëm. Mos flasim që patëm shumë skandale, shumë fiasko edhe në Ministritë të Brendshme, prej çështjes së uniformave deri te çështja e ushqimit, domethënë probleme bazike të keq menaxhimit. Ti nëse nuk je në gjendje buxhetit që veç tu ka dezignu me menaxhu si duhet, qysh je në gjendje me planifiku. E mos flasim mandej te komplet shkëputja e marrëdhënieve me partnerë që kanë ndërtuar ushtri. Edhe këtë këto që i përmendëm më herët besmi pas, nuk janë të mjaftueshme në kohën çfarë jemi ty e tu, nëse nuk i partner strategjike. Kjo mbi të gjitha në aspektin e sigurisë. Të që kjo pjesë, që ke po qëto acarimin e raporteve përveç sankcione, po manej edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, unë e diskutova veç domen që o bo në nivel të brendshëm dhe i përmena disa pika. Po dhe në nivelin rajonal, për shembull, Kosova ka arrit një prish marrëdhënie me Shqipërinë, me vendin që më së shumti natyrshëm ki një ndërlidhje bashkombas. Kauza kryesore bashkimi me Shqipërinë. Me bashkombasit e tu. Mos flasim që domethënë edhe pushtetin e kanë marrë duke promovu bashkimin. Mos flasim për vendet e tjera. Me Serbinë është e natyrshme që s'kemi marrëdhënie financiare të duhura, sepse me Serbinë e ki një problem madhor që është lufta që ta bën Serbia për është armik i pritshme dhe lufta që ta bën Serbia hoptazi për mos me të lejuar përparu, për mos me të lejuar mu shkëput nga e kaluara. Dhe tutje ka qenë shumë e papritshme që me i shkatru marrëdhëniet me partner ndërkombëtar, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri në këtë nivel. Deri në nivelin ku nuk i gati komunikim fare, mos themi fare me ta. Deri në nivelin ku bëhen blerje ushtarake të pakoordinuara me vetë superfuqinë botërore e cila ka ofru me të ndihmu jo vetëm me kriju shtretin, jo vetëm me ushtru, po dhe me i kriju të gjitha strukturat e sigurisë që të ka ofru me të ndihmu me kriju ushtrin, me pajis ushtrin, me avancu ushtrin dhe në fakt me të bëv shtet të vetë qëndrushëm, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin ushtarak. Dhe kjo është e papor, prej nivelit diplomatik, deri nivelin ushtarak, Kosova nuk ka marrëdhënie. Ka shkëput marrëdhëniet me SHBA-n. Dhe këto marrëdhënie në fakt gjatë këtyre viteve mbajt më shumë prej opozitës, sidomos prej PDK-s. Edhe në nivelin formal, edhe në nivelin e kontakteve profesionale që kemi në baza individuale, disa prej neve që kemi studiu atje, që kemi rjet, që kemi network atje këtu, dhe jemi mundu që sa ma pak damin ndaj shtetit me minimizu. Mirë po damet janë gati të pa riparueshme dhe është shumë e rëndësishme që sa më parë Kosova të çlirohet prej një qeverisje të tillë, destruktive, shkatruese, shtet shkatruese, dhe të udhëhiqet nga një parti që në plan të parë e vendos interesin kombëtar, shtetëror dhe i riparon sa më shpejt marrëdhëniet. Keni parasysh që
ne po flasim për një periudhë kohore kur bota ka ndryshuar shumë. Ku rajoni ka ndryshuar shumë. Ku për shkak të luftës në Ukrainë është fakturizuar Rusia edhe më shumë dhe ne dim çfarë influencë ka Rusia në Serbi dhe në rajon. Dhe në zhvillimet politike. Për te aty që i ka paraposë edhe ne kemi po edhe çfarë luftë hibride ka bërë në rajon, çfarë ka bërë në Maltëzi, sa shumë ka ndikuar në zhvillimet politike në rajon. Dhe kohëve të fundit kemi po edhe ndryshimin e administratës së Shtetit Bashkuar të Amerikës, kemi po një që ka ardhur në qeverisje, një administrat që është e determinuar me ripozicionu Amerikën si superfuqi që është, ekonomike dhe ushtarake. E pam edhe tur të presidentit Trump në Azinë e largët, ku domethënë ke tur e jashtëzakonshme, shumë e suksesshme edhe në aspektin ekonomik edhe në aspektin ushtarak, dhe në vend që Kosova në këtë moment kritik, edhe për zhvillim ekonomik, po sidomos për siguri dhe mbrojtje, në momentin ku në Evropë dhe në botë fjala e parë dhe e fundit janë siguria kombëtare dhe mbrojtja, në vend që Kosova ta shfrytëzoj këtë momentum që me administratën e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ti forcoj marrëdhëniet edhe më tutje dhe përfundimisht nga një administratë që është interesuar sa më shpejt të prodhojë rezultate, të zgjidh problemin përfundimisht me Serbinë dhe dialogun me Serbinë, kjo qeveri nuk ka fare marrëdhënie dhe në fakt edhe i ka dëmtuar edhe më tutje, siç e pam edhe në qëndrimet e fundit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka shi dialogut strategjik, proces jashtëzakonisht i rëndësishëm. Një pyetje për këtë qytetarë që nuk e dinë dhe nuk i njohin shumë nështë këto pjesë të aleancave dhe sigurisë. A kemi mbrojtjen, si themi, të mirëqen, pavarësisht mbrojtjet ndërkombëtare të sigurisë, pavarësisht raporte politike që kemi. Si më tha, është se dëgjojmë shpesh që na kemi këforin këtu, këta garantojnë sigurinë pavarësisht çfarë probleme ose çfarë aleanca ose çfarë raporte na mund të kemi në aspektin ekonomik, në aspektin politik, në aspektin e këtyre politika të tjera. A kemi të sigurt që të mbrojtje prej alatëve tanë pavarësisht këtyre zhvillimeve që mundet mi pas pushteti me? Asgjë nuk është i mirëqen. Nuk ka mbrojtje të mirëqen. Gjatë luftës, domethënë, ne kemi të bëjmë, mos të harrojmë historinë tonë, së shumë e vëndshme. Këto raporte duhet më mirë Vetëm para 25 viteve, ne kemi qenë në luftën e s'disat, gjatë historisë popullit tonë, ku liderët e ushtrisë çlirimtare kanë arrit me kriju nivelin aq të lartë të besimit me SBA dhe NATO, që në 2 betejat e fundit, nëse hini me këqyr përshkrimin operacional të betejës së Koshorës dhe Pashtrikut, në njërën anë e sheh UÇK, NATO. Këtë kryengritjet shqiptare ndërbreza kanë dështu pikërisht që nuk kanë mujt me kriju qëtë aleancë. Keni parasysh që një ushtri çlirimtare, një ushtri që është kriju prej civilëve, një momentum, një shpresë e fundit, ose do të jetojmë të lirë ose do të vdesim duke provu, kanë arrit me marrë besimin e strukturave ushtarake të superfuqive botërore, edhe me qenë në operacione bashkë kundër Serbisë. Para 25 viteve. Nuk ka besim të mirëqen, nuk ka mbrojtje të mirëqen. Në Rambuje ka ndodhur e njëjta gjë. Ne jemi rreshtu krah aleatëve dhe kemi fitu. Gjatë procesit të lobimit për pavarësinë e Kosovës jemi rreshtu krah aleatëve dhe kemi fitu. Mos me papasit aleanca si njërës dhe kemi fitu. Përveç Shqipërisë. Në momentin që ja kemi nisë me kërku krimin ushtrisë, e Serbia intensivisht ka lobu kundër krimit ushtrisë. Gjithashtu udhëheqësit tonë atëhere
do më thonë, kom pas nderin t'jem edhe pjesë e institucioneve në ndodheqjen e kryeministrit Thaçi, edhe atëherë ne jemi rreshtu krahas të alatëve dhe përmes mirëbesimit, si krijohet mirëbesimi, kur i thu po, del po, kur i thu jo, del jo. Dhe koordinohesh me alat, koordinohesh me superfuqitë më të mëdha botërore sepse është nder me qenë alat në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me ta bashk gjithmonë kemi dalë fitimtar. Kështu që jo nuk ka mbrojtje të mirëqenë. NATO është aleancë e shteteve që e krijojnë një ombrellë të sigurisë, por nuk është ombrellë e luksit. Të gjithë duhet të kontribuojnë, kushti është të gjithë duhet të kontribuojnë në mbrojtje të përbashkët. Ky është edhe mesazhi i presidentit Trump, që nëse është aleancë e mbrojtjes së përbashkët, collective defense, të gjithë duhet të kontribuojmë në të. Dhe rekomandimi tani ka shku nga 2% në 5%. Ky duhet të jetë edhe hapi i radhës, edhe për Republikën e Kosovës. Ne besoj që ata që kanë përcjell fushatën e kaluar, mënyra që e kemi dizajnuar programin për siguri kombëtare dhe mbrojtje, ti pyet edhe për platformë, ne kemi një platformë si PDK të detajuar për siguri kombëtare dhe mbrojtje ku përfshihen të gjitha institucionet e Republikës Kosovës, roli i tyre, kush çka ka më bëu prej nivelit strategjik e deri në ato teknik, deri në nivelin të komunave, sepse siguria kombëtare dhe mbrojtja është punë e përbashkët, jo vetëm me disa institucioneve. Dhe kemi planifikuar edhe mënyra që shkojmë buxhetu e kështu me radhë, senzacioni më i ri, ose nuk duhet ta rishpikim ujë të vlum, sektori i sigurisë dhe mbrojtjes duhet thash të ketë vazhdimsi, stabilitet, parashikueshmëri, kështu që programi jonë do të vazhdojë edhe në fushatën e ardhshme, mirë po, uroj që bashk edhe ne, fatmirësisht kandidati ynë për kryeministër, zotri Hamza, është personi më adekuat për mi trajtu edhe çështjet e financave me të, dhe nuk dyshoj që një prej ndryshimeve që ka me qenë për neve, ka me qenë edhe 5%, sepse ne prap duhet të rreshtohemi krahas alatëve tonë. Ne e kemi për qëllim që të jemi pjesë e NATO-s, prandaj nuk mund të kërkojmë të jemi pjesë e NATO-s pa kriju sërish besueshmëri me SBA-n dhe me alatët dhe pa koordinim, po edhe pa premtu që edhe ne krahas vendeve tjera do të rreshtohemi në kontributin 5% në fondin e përbashkët të NATO-s. Bes, të edhin që në me knasit më dhe nga i gjatë në këto tema, po mundohemi me shkruaj pak më shpejt që në pyetjeve tjera. Te pjesa e kërcënimit të lufta hibride dhe dezinformimit. A janë mjaftueshëm institucionet tona të përgatitur edhe mendon që janë të bëhen mjaftueshëm. Tash kjo është pyetje pak më komplikuar, është ushtarake, tani vjen te mekanizmat tjerë që është sfida e Kosovës ka qenë. Po, sfida e Kosovës gjithmonë ka qenë se përderisa jemi kon si shtet i ri tu i kriju të gjitha institucionet për një herë. Po. Paralelisht. Dhe idealja thash kish pas me qenë, sikur mos kish ndodhur ky 5 vjeçor që kaq shumë dëm ka sjell, që tash ishim në një fazë tjetër ku ka sinkronizim midis institucioneve, edhe databazave dhe ku ka digitalizim të mbar sektorit sigurisë. Nuk jemi aty. Çka do të thotë kjo? Përderisa mund të kemi institucione të cilat brenda vetes se bojnë më të mirën e mundshme, po nuk janë. Na jemi shumë të sfiduar si shtet, për shkak se nuk i kemi të digitalizuar të gjitha sistemet brenda institucioneve të sigurisë. Me komuniku ose me pas një database gjitha. Eksakt, edhe nuk janë të gjitha në komunikim me njëra tjetrën, që m'ja mundsu vendit ton të kenë një data bank, që quhet, një qendër të informatave, e cila shfrytëzohet nga secili institucion në bazë të misionit dhe rolit që e ka, dhe ku informatat përditësohen në kohë reale dhe ja mundsojnë kryeministrit vendit të shohë se si po varirojnë kërcënimit të rreziqet, po ai sistem mandej mundet më përdor edhe për planifikim, edhe për buxhetim, edhe për ngritje të kapaciteteve njerëzore, edhe për ngritje të kapaciteteve teknike, dhe në fakt kjo është një punë e madhe që merr 10 deri 20 vjet për me bë state of the art, me bë një sistem par excellence që ja mundson vendit diçka të tillë, po duhet të fillohet. Dhe na në platformën e Partisë Demokratike të Kosovës e kemi
krimin i sistemit të tillë, natyrisht e kemi kompartmentalizu apo ndo për mandat në momentin që kemi garu për zgjedhje, sepse ti dush me konë gjendje qytetarët ju tregu për 4 vjet çka kime dhonë. Po kjo është një proces më afatgjatë. Çka do të thotë kjo për tani? Fatkeqësisht Kosova është shumë e cenueshme për shkak se nuk e kemi arrit një pikë të zhvillimit të një sistemi të tillë, është shumë e cenueshme nga kërcënimet e jashtme, qoftë Cilat janë këto kërcënimet rreziqe që i kanosën Kosovës, kështu me cilat janë syrin e rëndëm qytetarëve mundën mu pa ose mu lexu të drejt, po që Po kemi disa pikë pari Kosovës i duhet një rivlerësim i sektorit sigurisë të kërcënimeve rreziqeve për t'i përditësu. okay. Mirë po, nëse dojmë me thjeshtu dhe me po në bazë të kontekstit aktual, pikën vështrimit të mspoku, në aspektin e jashtëm ne kemi faktorin shtet, që është, më thonë, Serbia, është armiku i shtetësisë Kosovës dhe shteti që më shumë t'i lëbën kundër çdo gjë që Kosova e bën. Kështu që atë obstakull e kena jashtëzakonisht madh për progresin e vendit dhe atë obstakull mund ta luftojmë vetëm përmes marrëdhënieve me aleat dhe përmes marrëdhënieve shumë të ngushta me Shtetet Bashkuara të Amerikës, një superfuqi që mundet me ushtru influencën e mjaftueshme që përfundimisht kontrollën që Serbia mundohet ende me ushtru mbi Kosovën e mbi veriun e Kosovës me shkëput përfundimisht. Në aspektin e brendshëm kena probleme serioze. Për shembull, Kosova edhe për disa gjona të cilat me kapacitete aktuale mundet me vepru në mënyrë efektive, ne nuk e bëjmë një gjë të tillë. Të zojmë të menaxhimi i emergjencave civile. Ne ende s'kemi njësit helikopterëve që shpëtojnë jetë, qoftë prej aksidenteve, qoftë në katastrofa natyrore. Ne ende nuk kemi prap një sistem të konsoliduar për reagim ndaj emergjencave civile në nivel kombëtar dhe lokal, edhe kemi pasur ndodhin vërshime, ne shohim çka ndodh. Kështu që këtu bëhen me kapacitetet tona. Këtu nuk duhet alat më na marrë dorën, po mund ta bëjmë vetë. Dhe është plani i tretë i kërcënimeve dhe rreziqeve që kanë të bëjnë me luftët hibride, me shumë elemente të luftës hibride. Luftë hibride është edhe ose sulm konsiderohet ose përpjekja që në vazhdimsi e bojnë Serbia dhe shtetet armike kur mundohen edhe me kriju pakënaqësi të qytetarët, kur tentohet edhe më bë trazira, kur krijohen edhe polarizime të mëdha në shoqëri. Lufta hibride ka shumë komponenta dhe është shumë vështirë mu adresu brenda një emisioni, po unë veç po I përmend disa komponenta. Lufta hibride me një fjalë për me thjeshtu për qytetarët është me përdor mekanizma të tjerë, jo të luftës konvencionale, për me destabilizu një vend ka brenda jashtë. Ose me bot qytetarin me uni pa perspektivë nëse jeton në një vend. Në këtë rast na e patëm me statistika, ku Kosova rezulton në nivel global 9% i të kurrje popullsisë, që ishte na e bënëm një shkrim paralel me 99. Kështu që ka disa elemente, kisha dashur të përmend disa, për shembull mund si pjesë e luftës hibride, A ka dorë që tu, a beson që ka dorë që tu Serbia, armiqtë tonë, që ndoshta përmes kësaj luftës hibride mi shkaktu edhe çto pasoja. Jo vetëm madhe është nëse ty dalin 300-400.000 qytetarë ta braktisin vend. Jo vetëm Serbia, sa ki, domethënë Serbinë e ki armikun më të dukshëm. Okay. Po ka edhe armiq që janë më vështirë që vrehen. Mekanizmat e luftës hibride përdoren edhe nga Rusia, përdoren edhe nga aktorë jo shtetror, grupe terroriste. Okay. Dhe disa prej mekanizmave janë për shembull fushatat e dezinformimit. Që atë moment që ti qytetarëve ja u hiezën apo ja u bën pamundur me diferencu cili është fakt e cili është lajm I vërtet, ose janë nxjerr në shqetësim në përgjipimet e ty në aspektin e sigurisë dhe aspektin e qësajnë pa perspektivës. Tani ti kjo është një prej tyre. Nëse ti ja pamundson qytetarit me lexu çka është fakti, e me ditë çka është fakti, edhe çka është lajmi rrem, ti ja pamundson qytetarit me ushtru të drejtën që janë demokracia. Detyrimisht ti e shkatron demokracinë brenda një vendi.
tjetra mundesh me sabotu investimet ekonomike në një vend. Edhe ajo është pjesë e luftës hibride. Mundesh me bo sulme kibernetike nga akter indirekt, të cilat financohen për shtetit, po nuk janë akter shtetëror, po janë indirekt që prapa atyre që ndron, domethënë shteti, dhe mundesh me sulmu bankat të një shteti, infrastrukturën në një shteti. Shantazhu. Mundesh me identifiku ndarje shoqërore, pa kënaqësi shoqërore dhe me izmadhu ato për te realitetit dhe me kriju rryma në shoqëri për shtypje për probleme të vogla që janë shumë të ndosa që janë, për më shkaktu përçarje shoqërore. Mundesh me identifiku ndarje shoqërore apo mos pajtueshmëri shoqërore dhe me i financu që ato mu rrit shumë dhe në qatë moment sa përçarja shoqërore ja pa mundësën qytetarëve të një shteti mu bashku për çfarë do çështje kombëtare. Dhe na e shohim që kjo ka ndodhur në Kosovë. Këto mujnë me ndodh direkt për shteteve të huaja, mujnë me ndodh edhe duke përkra parti vendore. Dhe tani po ja u loj juve edhe qytetarëve që të gjykojnë vetë drejt duke po çka ka ndodh 5 vitet e fundit në Kosovë nën qeverisjen e vetëvendosjes, po çka ka ndodhur edhe më herët për vite të tëra ku nga vetëvendosja është financu narrative i përçarjes së shqiptarëve në Kosovë, dhe jo veç në Kosovë, po edhe në rajon, dhe ka arrit me i përqa shqiptarët deri në instanca që as shtetet armike s'kan arrit me na përqa, dhe ka arrit me sjell vendin ton në një pikë ku partitë politike, do më thonë, ata që përkrojnë vetëvendosjen, kundërshtarët politik nuk i konsiderojnë veç si kundërshtar politik, po si armiq. Dhe nëse përçarja e shoqërisë tonë nuk është diçka antikombëtare, atëherë çka është? Kjo është pyetja e qytetarëve. Beson që institucionet e Kosovës kanë ndërtu mekanizma dhe janë imun prej infiltrime, prej njerëzve, ndoshta që të jetin qysh kamuflohen në pozitat e ndryshme, edhe si me thonë, këshyrin me depërturna për institucionet nivelit më të lartë. Po jap dy shembuj. Një shembull është që në aspektin teknik, përderisa thash nuk kemi sistem të unifikuar të mbyllur prej internetit që s'ka qasje heq në internet në institucionet tona, ku ata që shërbejnë institucione publike, sidomos në sigurisë, nuk e kanë një kartel që ja u lejon qasjen në pajisje, atëherë është e mundur që përmes USB-ave, CD-ave, me qëllim, pa qëllim, informatat tona shumë lehtë me qenë qasshme. Kështu që mas thjeshti me përshkru si një shtëpi që ka shumë dyre dritare të hapuna, derën kryesore kem shel, ama ki shumë dyre dritare tjera të hapuna. Kështu që për mi mbrojt informatat, sistemi du të më mbyll hermetikisht. Në anën tjetër, në qatë moment që udhëheqësia e vendit, njerëz që i pranon në kabinet, këshilltar që i ka, madje dhe persona në pozita ekzekutive që mbojnë, qoftë edhe ministra, njerëz që kanë qasje në informatat të ndjeshme, nuk kanë kalu kur një tërën asë një proces të vettingut dhe kanë dy shtetësi, edhe ajo është një praktik që krijon hapësira për natyrisht humbje të informatave të ndjeshme. Pjesën më të madhe të njerëzve në pozita shtetërore kemi pas me dy shtetësi. Dhe ky është një prej problemeve tjera. Natyrisht procesi vettingut mundet me adresu një problem të tillë, kështu që po Kosova aktualisht është jashtëzakonisht e cenueshme. A është Kosova më pa sigurt sot se sa para 5 viteve besë? A është sot Kosova më pa sigurt se para 5 viteve? Po shumë. Jashtëzakonisht më pa sigurt se para 5 viteve, sepse ai trekonshi që kom qenë me përmend, trekonshi i mbrojtjes, sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes të Kosovës e përfshin kapacitetet e brendshme, fuqinsinë e mirë dhe aleancat me SBA-n dhe NATO-n. Dhe sot asgjë prej këtyre është, do të thonë, si një shkëm, një ulse, një shkëm që i ka 3 kom, figurativisht, edhe të 3 kom t'ja ke hek, edhe po mundosh prap me mbajt pezull najr. Kështu që siguria kombëtare dhe mbrojtja është një fushë shumë e ndjeshme, është një fushë që se kisha imagjinu ndonjëherë që do ta kemi dikon në qeveri që do ta trajtoj në suaza partijake. Dhe është një fushë që nuk guxon në fakt të trajtohet në suaza partijake, po duhet të jetë spaku një prej temave kritike, nëse jo e vetmja, që duhet të trajtohet në suaza kombëtare shtetërore.
ka shkaktuar që ky pushtet i kurthit ka qenë vazhdimsi kritik sa i përket këtyre temave, po e sheh që ka shkaktuar më shumë probleme se zgjidhje, edhe ai për aty në personave duke njoftë fushën që ke dyshime që ndoshta nuk është punu shumë në interes të shtetit. Nuk kam dyshime, mendoj që faktet flasin vetë. Pra po thojmë, duhemi me diferencu në fushë sigurisë opinionin për fakteve. Në siguri, në mbrojtje kombëtare, flitet me fakte. Faktet janë të ftahta. Kjo qeveri nuk ka performuar në aspektin e brendshëm dhe mendoj që nëse shikoni, se prap emisioni s'mjafton, por nëse shikoni të gjitha kritikat që i kom dhënë për krejt procedurat, projekt ligjet, iniciativat, mënyra që shumë menaxhues sektori i mbrojtjes, financat në sektor të mbrojtjes, fakti që s'kan pas as vizion, as plan, as program, as gjë të re për me i dhuru, fakti që i kanë prish marrëdhëniet me SBA-n, fakti që blejnë pajisje pa koordinim me SBA-n dhe të pa koordinuara me planin e tranzicionit të FSK-s, e shumë probleme tjera në mbar sektorin sigurisë, të përfshi policinë, OKI-n e kështu me radhë, infrastrukturën kritike. Këto fakte tregojnë që nuk neglizhenca ndodh një herë, dy herë. Nuk do të 5 vjet me radhë. Si besa mendon që ka shfut dur të është kombinim i mungesës së vizionit, kompetencës, pa aftësisë dhe natyrisht të gjitha kanë sjell dome serioze në sektorin sigurisë kombëtare edhe mbrojtjes. Kosova natyrisht që për të bë partner i besueshëm duhet të bëjë detyrat e shtëpisë, duhet të performoj mirë. Qeverisja e brendshme dhe duhet të krijojë kapacitete të brendshme për gjonat që mundet pa aleat. Mirë po, në aspektin e mbrojtjes, nga kërcënimet e jashtme, Kosova mund mbrojt vetëm përmes aleancave, SBA-s, NATO-s. Dhe nëse ti punon, jo vetëm stagnon, po ndërmerr veprime që i prish aleancat që ta mundsojnë Kosovën me mbajt sigurt dhe të pacenueshme prej Serbisë, atëherë ti je të punu kundër interesit shtetëror. Dhe pyetja çfarë motivi ekziston prapa kësaj nuk është për mua, është për ish kryeministrin. Du me bëni pyetje kështu ma drejt për drejti. A beson që Kosovë kanë ardhur në një gjendje ku për një me duhet me i këtë institucione, e veçanërisht shtyllat e sigurisë, një skanim. Me po që a kemi njerëz të infiltruar që po e orientojnë ma shumë e punu mrapsht se sa marë. Nëse na jena aty folë të në kohën, po fletë qysh na e kena pas një trajektore ku jena zhvillu në partneritet me alat, ku jena shkollu, ku jena trajnu, ku bo një eksperiencë në gjitha fusha prej ushtrije, policie, AKI-e, këtë mekanizma tjerë, edhe të ki për shkak një përmbysja ato që mund ta konstatojmë nga kjo bashkëbisedim. A beson që kjo është thjesht amaterizëm, s'kan dasht, s'kan dit, që të ki infiltrime tjera, që dikush mrana institucione, po dënë me orientu mrapsht qëto. Edhe nështë që vjen një momentum ku nuk është vën, me një dhe me bo një skanim kejt. Tuk e përfshi kuadrat që janë mrana, sistemi, gjitha me format tjera. Po në siguri hezitoj me dhënë spekulime. Vetëm vlerësimet e institucioneve të sigurisë munden me tregu sakt çka ka ndodhur brenda institucioneve, mirë po çka shohim prej jashtë janë faktet që kemi të bëjmë me një qeverisje e cila e ka dëmtu rand sektorin e sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes bile edhe shtetësinë e Kosovës dhe imazhin e Kosovës e pozicionin e Kosovës në rajon dhe ndërkombëtarisht. Tash, në momentin që ne do të jemi në qeverisje, ne nuk kemi qenë, nuk do të jemi kur parti që ja fillon nga zero. Jemi kundër asaj. Jemi parti institucionaliste që do të vazhdoj, do ta merr institucionin dhe do të vazhdoj me zhvillu tutje. Çka do të thotë kjo? Ne do të fokusohemi në krijimin e sistemit. Ne kemi shumë qartë çka përfshin platforma jonë për siguri kombëtare dhe mbrojtje. Që nga niveli i investimeve, që nga digitalizimi, ngritja kapaciteteve, trajtimi dinjitoz i gjithë atyre që shërbejnë në sektorin e sigurisë dhe mbrojtjes, duke përfshi edhe kompenzimin e duhur,
sigurimet shëndetësore, jetësore, gjitha këto që kemi përmend, do më thonë, ne do të mundohemi me sanu sektorin e sigurisë kombëtare të mbrojtjes. Asnjëherë me ndëshku. Me sanu, duke kriju sistemi mandej e pamundson humbjen e informatave të ndjeshme, ja pamundson çfarë do figure që do me dëmtu vendin. Ama një shtet i fuqishëm është një shtet që ka sistem të fortë dhe që krijon meritokraci dhe i trajton si duhet ata që shërbejnë sektorit publik, po sidomos sektorit të sigurisë të mbrojtjes. Bes, pyetja e fundit për këtë emision, she rrezik, si themi, nëse Kosova po hyn në një vorbull ku nuk po shohim zgjidhje politike, nëse zgjat edhe me muj ton, ose shohim këtë polarizim kaq të madh, a mundet me qu deri te ndaj pakënaqësi qytetare, trazira, edhe në situata të tilla a kemi institucione të rendit dhe të mbrojtjes që mujnë, si themi, me majt nën kontroll. Kuptimin e Qëllimi im profesional, jetësor, ka qenë gjithmonë që me ndihmu vendit tonë mi parandalu. Okay. Të gjitha nivelet e kërcënimit dhe të rrezikut për shoqëri dhe për shtet. Kështu që për neve është kritike që me parandalu situata të tilla. Dhe mendoj që si PDK-ve që kemi dëshmu maturin, pjekunin që e kemi, qoftë edhe me momente kritike kur kemi vendosur që edhe nëse diçka mundet me qenë e dëmshme për PDK-n, duhet bëjmë diçka që është e mirë për shtetin dhe që stabilizon vendin. Prandaj thash edhe në fillim të programit që mendoj që kryetari jon aktual është eksakt çka Kosova ka nevojë tani, një figurë stabile, të besueshme, të ndershëm që ka përfunduar gjithnjë dhe që i shërben të gjithëve. Dhe mendoj që pa marrë parasysh ç'a ndodh këtë javë, pak a shumë me edhe me aludu që nuk ka ndonjë solucion, zgjedhjet e ardhshme nacionale, që janë shumë të pritshme, do të mund ta krijojnë një mundësi shumë të mirë që qytetarët uroj nga një këndvështrim krejt tjetër, me një kontekst krejt tjetër, të reflektojnë edhe në tutje dhe të vendosin me kriju një ndryshim për vendin, duke na uroj dhonë mirëbesimin e tyre, që të udhëheqim Kosovën prej greminës në cilën ka rënë fillimisht, po që të krijojmë një hapësirë të re, të rikthejmë mundësitë, shpresën për fëmijët tonë, të rikthejmë proceset e zhvillimit ekonomik, integrimit në BE, në NATO, të përforcojmë aleancën tonë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të ecim tutje. Bes, në politikë nuk i dihet kur, po mas këtij urimi që e lexuam të Zotit Kurti, unë nuk e përjashtoj mundësinë që mundet me marrë një kthes tjetër zhvillimi politik në vend, nuk e përjashtoj ndoshta edhe mundësinë e një koalicioni, se ndryshimet shpesh i kena po që mas në populacion shumë të mëdha, tani vetë dalin na thojnë për të mirën e Kosovës, edhe vazhdojnë tutje. Kështu që mos je shumë e sigurt që do të shkojnë në zgjedhjet të jashtëzakonshme. Unë veç ju dhash edhe më herët përgjigjen time, mendoj që PDK-ja gjithmonë ka qenë shtet formuese, shtet ndërtuese dhe ka ndikuar që trajektoria e Kosovës me qenë gjithmonë pozitive dhe përkundër faktit që nuk ka vijat ku që mendoj që gjithë kemi qenë të qartë, edhe ne që jemi në kryesi, po edhe ish kryetarët dhe kryetari aktual, që ne nuk kemi pika të përputhshmërisë me një parti si vetëvendosja, dhe kjo është problemi. Kjo është prandaj fokusi jon, energjia jon si Parti Demokratike e Kosovës do të jetë t'i ofrojmë Kosovës ato që dimë më së miri, t'i ofrojmë leadership stabil, kompetencë, një ekip që do të mundet m'ia mundsu Kosovës më së pari me qenë e sigurt, e mbrojtur, e mandej e zhvilluar ekonomikisht dhe të gjitha tjerat me radhë. Bes, faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Merci. Kritika adresohen edhe ndaj Me opozitës. një qeveri arrogante, me një qeveri e Ksha cila u ka thot dikush që vjen në spital thotë i poshtë Nisën e pranjes financave nuk e don as partia e vet. Nonën e që din Komarana jo punë e madhe. Me kanë Abdullah Hoxhin në një parti